Alba Story prezanton. Unë u martova para pak kohësh dhe jetoj në fshat me burrin dhe vjehrit e mi. Shtëpia jonë është e madhe, me një obor të gjerë përpara dhe me pemë e mbushur nga do. Nusja në fshat duhet të jetë e sjellshme me të gjithë, kështu më thonin sa po u martova. Mi treguan rregullat, e me thonin që duhet të zgjohesha herët, të beja gati kafen e mëngjesit dhe të mbaja shtëpinë në rregull. E unë e kisha marrë parasysh këtë jetë dhe nuk e kisha problem fare atë punë. Por problemi im nuk ishin punët e shtëpisë. Ishte një plak i cili ishte vëllau i vjehrit tim, pra xhaxha i burrit. Shtëpia e tij është ngjitur me shtëpinë tonën. Na ndan vetëm një gardhi ulet me tel, sa për të thënë që këtu mbaron njëra pronë dhe fillon tjetra. E kështu familjet kishin pasur një histori shumë të gjatë inatësh. Për shumë vite, vjehrim nuk ishte folur fare me të vëllaun. Ishin zënë për një punë vij uji dhe për ca metra tokë në fund të oborrit. Pra, muhabet e fshati që shpesh shkatrojnë familje. Nuk shkonin as në gëzime e as në hidhrime tek njëri tjetri. Po kur erdhi dita e dasmës së djalit, pra dasma ime me burrin tim, pleqt e fisit kishin ndërhyrë. I kishin ulur të dy vëllezrit në një tavolinë dhe u kishin thënë që nuk bëhet dasëm pa xhaxhan e dhëndrit. Vjehri im kishte qenë ai që kishte lëshuar pe. Vëllau i tij po ashtu pak e ata u pajtuan. Ditën e dasmës u përqafuan te dera e shtëpisë. E pas dasmës, xhaxha i burrit filloi të vinte shumë shpesh tek shtëpia jonë. Ai pinte kafe me vjehrin, e bisedonin për hallet që kishin pasur gjatë kohës që nuk flitshin me njëri tjetrin, e dukeshin sikur e kishin harruar krejtësisht atë zënkën e tyre shumë vjeçare. Ai është një burr mbi 50 vjeç. Është burr i mbajtur, por me një natyrë shumë të vështirë. Të gjithë në familje e dinin që ai ishte njeri që mbante hatër për fjalën më të vogël. E po t'i flisje pak ftohtë, nuk të fliste më me muaj të tërë. Problemi im filloi rreth 2 javë pas dasmës. Në mëngjes, kur dola në obor për të terur rrobat tek teli, ai kishte dalë tek terasa e shtëpisë e tij e po pinte kafen. E unë i thash mirëmëngjes ashtu siç e do zakoni. Edhe ai më tha mirëmëngjes, por kur ktheva kokën rastësisht nga ai ma bëri me sy. Në fillim mendova se mos i kishte hyrë diçka në sy, ose mos ndoshta bëri pa dashje. E injorova dhe vazhdova punën time, e hyra brenda e qetë. Por kjo gjë nuk mbeti me kaq. Të nesërmen, kur po laja shkallët e jashtme me zorë të ujit, ai erdhi te gardhi. Me foli diçka për motin që po vërejtej, e unë i ktheva përgjigje shkurt, e ai prap ma bëri me sy. E madje këtë herë e shoqëroi edhe me një lëvizje të kokës. Me erdhi shumë keq, sepse u habita shumë, por bëra sikur nuk e pash. I ktheva kurrizin e vazhdoja të laja shkallët, ndërsa ai zgurdullon të syt teksa më shihte kur laja shkallët. Por unë për brenda po zihesha me veten. Mendoja si ka mundësi që një burr mbi 50 vjeç që është xhaxha i burrit tim të më ngasmoj kështu në shtëpinë time. E për ditë të tëra kjo gjë vazhdoi. E sa herë që burri apo vjehri nuk ishin aty pranë, ai gjente një moment të shkurtër sapo të kryqëzonim shikimet jashtë në obor, e ma bënte me sy ose me hidhte ndonjë fjalë të tipit,
"Lumë si shtëpia jonë, çfarë nuse ka marrë", thoshte ai. E unë bëja, si ku nuk dëgjoja, e ikja nga ai me njëherë. Në mbrëmje, kur shtrihesha te flija, e shihja burrin tim dhe doja t'i tregoja gjithçka. Doja t'i thosha të shkonte e t'i fliste xhaxhait e tij. Por hapja gojen për të filluar biseden, me kujtohej e gjithë situata. Këta njerëz nuk ishin folur për shumë vite më radhë mes vete, mezi u pajtuan për dasmën time. Nëse unë i tregoja burrit tim që xhaxhai i tij po më ngasmonte, këtu do bëhej nami. E burri im është pak nevrik e do shkonte atje, ta rrihte ose të paktën do bënte një shërt të madh në mes të fshatit. Baba i tij do mbante anën tonë normalisht dhe lufta mes dy shtëpive do fillonte prap. E këtë herë shumë e keq se për vijen e ujit dhe e gjithë pesha do binte mbi mua. Në fshat e dija që fjalet përhapen shpejt dhe të gjithë do të thoshin nusja re e solli sherrin prap. Sa po erdhi ajo, u prishën për seri vëllezrit. Xhaxha i burrit duke qenë njeri i natçi, me siguri do ta mohonte dhe do të thoshte që unë e kisha shpikur këtë gjë nga mendja. E kështu, vendosa ta mbaja këtë historinë e vete. E mbaja për brenda inatin dhe stresin. Rria gjithë kohën e gatishmëri kur dile në oborr, duke u munduar të shmangja çdo përballje të mundshme me te. Por kjo me lodhi shumë. E në shtëpinë, ku supozohej të isha e qetë dhe e lumtur, unë rria çdo ditë si e friksuar. Një ditë u desh që vjehra dhe burri im të shkonin në qytet. Kishin për t'i bërë gati letrat sepse donin të shitnin një tokë. Pasi pim kafen e mëngjezit, ato u veshën u bën gati, hipën në makinë dhe ikën, e me thanë që do vonoheshin mjaft shumë atë ditë. Unë mbeta vetëm në shtëpi, e pasi lava enet e mëngjezit, hapa dritaret, ta aerosja dhomat, e nga dritarja salonit, pash që makina jonë nuk ishte me në oborr, e në të njëjtën kohë, pash që vëllau i vjehrit po rinte tek dera e shtëpisë e tij e po shikonte nga shtëpia jonë. Ai e pa shumë mirë që ata iken me makinë dhe e dinte që unë isha vetëm brenda. E u largova menjëherë nga dritarja, e fillova të bëj ca punë nëpër kuzhinë. Pastaj mora fshesën të pastroja sallonin. Isha e qetë, sepse të paktën nuk me duhet të dilja në oborr dhe s'kisha pse ta shihja. Por pas rreth një gjysmë ore, dëgjova zhurmën e portës së jashtme, e hapat e tij po afroheshin tek terasa jonë, e ai nuk trokiti tek dera, por erdhi direkt tek dera kuzhinës, të cilën e kisha lënë të hapur. E shtyu derën dhe hyri brenda, e unë ngriva me fshesë në dorë. Po ku janë këta të shtëpisë, me pyeti ai. Ikën, i thash, kanë ikur në qytet sepse kishin pak punë. Por unë i flisja duke munduar të mbaja një qëndrim sa më serioz e mos t'i dhuroja asnjë buzëqeshje. Ai bëri një hap tjetër brenda dhe më tha: "Atëherë, ti qenë ke vetëm." Unë si fola, vendosa fshesën me një anë dhe ju drejtova me fjalë shumë të prera, me aq guzim sa gjeta brenda vetes në atë moment. "Çfarë kërkon këtu?" i thash. "As më shes që jam vetëm në kuzhinë. Ti nuk je as edhe një kuzhinier që erdhë të më mësosh ndonjë recetë, kështu që s'ke çfarë kërkon. Nëse ke ardhur për vjehrin, të thash që nuk është në shtëpi. Të lutem, dil për jashta." Ai nuk lëvizi nga vendi, e në vend që të ofendohej apo të ikte, siç do bënte zakonisht dikush kur i fliste ashpër, ai vetëm qeshte, e erdhi edhe më afër meje. "Kush të tha që s'jam kuzhinier?" tha ai. "Kam qenë kuzhinier për shumë vite me radhë, por unë kisha frikë se mos situata degradonte. Me kaluan 1000 mendime në kokë,
mund të bërtisja, por komshinjtë e tjerë ishin larg dhe nuk do me dëgjonte njeri. Mund të qelloja me shuplak, por e dija shumë mirë se çfarë do të thoshte ajo gjë për familjen tonë. E gjithë martesa ime, e gjithë ai pajtimi i pleqve, e gjithë qetësia e asaj shtëpie do të hidhej në erë brenda një sekonde. Ai ishte xhaxha i burrit, nuk ishte një i panjohur rruge. Një shermete do të linte pasoja për gjithë jetën. E ai mu ofrua plotësisht dhe pa ma thënë asnjë gjë më tepër, aty brenda kuzhinës me puthin e buzë. Unë nuk isha absolutisht asnjë pëlqim për të. Ai ishte thjesht një burr i madh në moshë, ishte arrogant i fisit, njeriu që po më kthente shtëpinë në një ambient stresues. E më erdhi shumë inat në atë moment. Doja ta shtyja me sa fuqi që kisha, por e dija që po ta bëja gjë, aty do të fillonte sherrri. E për të mos e bërë çështjen të madhe, për të mos e hapur atë zinxhir sherrësh që do të prishte familjet sa po isha bërë pjesë e saj, nuk reagova keq. Përkundrazi, thjesht për ta kaluar atë situatë dhe për t'i dhënë fund atij momenti, pa shkaktuar drama, fillova ta puthja edhe unë atë. Ishte një puthje pa asnjë ndjenjë nga ana ime. Ishte një zgjidhje e momentit vetëm për të mbajtur inatin e tij të fjetur dhe familjen në rregull. E filluam të putheshim aty në kuzhinë. Puthje pas puthje, nga ai dhe nga unë, atëherë filluam. Nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjini videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjni subscribe.